dëgjohet në zonë moment. Patjetër. Po duhet ta dëgjoj ai, jo ti. Po ti çfarë bëre jashtë? Jo ti. Çfarë bëre jashtë? Mbrojta vetëm time se më ka mallku edhe ushqimi që më ka dhënë. Ai shëndriti. Ka mallku? Po. Çfarë ka thënë? Tha, si bie, buka që ka dhënë ty. Na pyet. O Shëndrit, ti si ke mallku mirë? Haram shumë buka që keni ardhur me buka që ka dhënë me dorë. Normalisht jeni tallë me bukën ta kanë të tjerë. Jo, unë sem ta. Po, ti për një krip desha me dalë ti on tani. Ai e ka marrë kanë të tjerë dhe ti sa ka mirë me brumin. Unë nuk jam tallë. Po çfarë ke bërë? Me bukën që ka bërë ai. Unë kam thënë këtë gjë. Nëse do ta dëgjosh, kam thënë këtë. Kur vi unë këtu, dhe ai thot që ti si Zotit gatush. Okej, unë e pranoj. Po ma pranoj, s'ka problem se kjo është për total. Megjithatë s'ka problem. Po ti s'ke për ndonjë ushqim me dorë. A do të dëgjosh? Po mos bëj si ndinjuar, se s'shkon, ha. Unë bëj si ndinjuar? Këta më bëjnë mua si ndinjuar. Unë sa bëj vetë fare. Ai vjen dhe më thot, a do petlla se po bëjmë petlla. Faleminderit i them unë. Rrofsh. Vi mas një farë kohe, them ku janë petllat? Petlla s'ka. Iku kjo. Domethënë po tallesh me mua atë. Se kështu i bie ai. Kështu i bie. Pastaj era O Shëndrit. A ka mundsi? Një sekondë, a ka marrë petulla unë ndjen nga ti? Petulla? Okej. As nuk s'ka marrë petulla. Nuk më intereson. Shumë mirë më. Po. Në rregull unë. A ke hëngër kalcone ti? Ja pa një sekondë. Po, faleminderit i kam thënë. Unë s'kam hëngër për shembull, shoqja ati nuk kam ngrënë. Domethënë që nuk pas kam për ndarje. Edhe një herë. Po s'tash që për ndarje. Jo, po bëj përmend. Jo, raporti që ka me mua ai, pse unë kam reaguar brëm? Kjo është ideja, më dëgjoj çfarë po them, me kujdes. Dhe herën e dytë pastaj, mbas 4 orësh, 5 orësh, më thot mua do të bëj pica. Faleminderit, shumë mirë. Me çaj bën dhe tha, me sallamin kështu, se s'po e themi emrin. I thash, atë sallamin ashtu hajni ju, se sallamin tjetër me derri, me që ju sa hani, e haj unë, nuk është problem. Pra mos ju hyj juve në pjesë.